ngritja e durve në namaz, zbukurim i namazit. Na dalin ko pas kohë disa të quajtur hoxhallar, siç më kujtohet Sheikh Abdul Qadir Arnauti thonte, qalmët i vojnë mbi koka më të mëdhaja se sa rrotët e autobusit, ndërsa kokat e zbrasta. Na dalin ko pas kohë më trapaz, të cilët pretendojnë dhe mendojnë se innehum ala shay. Mendojnë se kanë afru diçka atë shkretit, vetëm se e zbulojnë pa diturim dhe ignorancën e tyre. Kështu që hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç paralajmëroi pejgamberi Allahut se Allahu azza wa jall nuk e shkoqit diturin nga gjoksat e njerëzve, nga gjoksat e dietarëve. Hum dituria me vdekjen e dietarëve. Ngeli njerëz e paditur. Marrin përsipër që të flasin dinin e Allahut azza wa jall dhe njerëz parashtrojnë pyetjen drejt tyre, pra fajtor janë ata që pyesin dhe fajtor gjithashtu janë ata që pyeten. I pyesin njerëz të paditur, dhe ata flasin me ignorancë, me padije, dhe thot pejgamberi Allahut e humbin veten e tyre dhe humbin ummetin e tyre. Dhe të ndershëm, gjithashtu kur ndëgjoj kësaj ligjërata të ashtë quajtur, më kujtohet një rast që në kohën e Abu Hanifës, siç thuhet se mexhlisin e Abu Hanifës kish prezantu një gjallë. Dhe të gjithë parashtrojnë nga një pyetje. Kurse ai hesh dhe nuk flet. I pëlqen heshja e tij dhe thot Abu Hanifja pyet o filan ty. Dhe kur merr me fola i thot, ja Abu Hanif, tha me dalë hana e shevalit në gjysë Ramazanit, ana lejohet me bo bajram. Dhe ata e kështë thonë Abu Hanifja, ta shkar koha e Abu Hanifës që ti zgjate kam të ti, për shkak se jemi pran një njeriu të paditur, e na për fat të keq jemi pran disa matropazë, dhe mendojsh në me një kohë kur dol ai bordushi, se vetëm një bordush e kanë trojë shqiptare si pretendon se i sfidon të gjitha xhallarët. Mirë po, bordushat të tillë se ka nuk e kam besu me gjithata, ajo që na intereson ne se do të jemi mbrojtës së sunetit të pejgamberit Allahut, dhe si kur të kishi hesht, kishmi mendu se keni diçka njohuri rreth dinit Allahut. Mirë po ne ju njoftojmë se kjo çështje është e vjetër e re, e vjetër e diskutuar. Mbi 31 libër është shkruajt në këtë temë. Sikur që mos kish i fol, kishmi mendu se i keni shfletu. Mirë po kur folët, na treguat se ne nuk kemi haber në këtë tematik farë. Sikur që të kish i hesht, kishmi mendu se jeni duke u morë, duke i shfletu librat. Mirë ko kur folët na treguat se ne jemi të preokupuar për xhepët tona më shumë se sa për të njohur të vërtetë. Po si kur të kishi shfletu në sporaj të Imam Zejlajut, një imam prej imamve të medhhebit Ebu Hanifës, medhhebit Hanefi do ta kuptosh betejën e madhe që është zhvillu rreth kësaj teme. Megjithatë, sot ne do t'ju tregojmë se Abdullah ibn Omer ibn Khattabi radiallahu anhuma i gjunte me guralec në xhamin e pejgamberit Allahut ata që nuk i ngritshin duart kur shkojshin në ruku dhe kur u ngritshin prej rukus. Dhe thot Omer ibn Abdulaziz, në kohën toni rafshmi fëmit, i edukoshmi fëmit dhe i mësojshmi që ti ngritin duartën në namaz, kur të shkojnë në ruku dhe kur ngritën prej rukus, si që i mësoni ju e vladët tuaj që të bojnë namaz. Dhe të ndërsh, në temën e ngritjes së dur, thot Abdullah ibn Omeri, që transmeton Ibn Wahab, thot kanë thonë të partë tonë, këtë rast thot Abdullah ibn Omeri, li kulli shay'in zin, çdo sen ka zbukurim, zbukurimi i namazit
atë tekbiri dhe ngritja e durve. Pra ne iftojmë të gjithë që dojnë, të zbukurojnë namazin e tyre, që t'i ngritin duart drejt kiblës, nga se kja sunneti pejgamberit Allahut, dhe na i sfidojmë të gjithë hoxhallarët, të cilët e flasin gjuhën tonë, apo dhe gjuhat tjera, hejete jetë një sahabit na i bin, që nuk i ka ngrit duart në namaz kur ka shku në ruku dhe ngrit prej rukus. Si që transmeton Imam Bukhariu, njani prej djetarëve të mëdhej në hadithin e pejgamberit Allahut, thot nuk di sahabi, nuk di djetar prej shokëve të pejgamberit Allahut, apo prej djetarëve të Hijazit, djetarëve të Shamit, djetarëve të Basrës, dikull që nuk i ka ngrit duart në namaz para se të shkon në ruku dhe masit ngritet prej rukus. Para transmeton Rafi i cili thot, shkuam në Kufë me Abdullah ibn Mubarak, hinëm xhamin e Ebu Hanifës, dhe Abdullah ibn Mubaraki falet në gjithë me Ebu Hanifë, dhe Abdullah ibn Mubarak, djetari hadithit pejgamberit Allahut, i ngrit duart kur merr tekbirin për të shku në ruku, dhe i ngrit duart pasi të ngritet prej rukus, dhe kur jep selam, tha i thot Ebu Hanifi, Abdullah ibn Mubarakit shumë shpesh i ngritet duart a doshe me fluturu, dhe ajo përgjigj Abdullah ibn Mubaraki dhe i tha, masi ti s'fluturove në tekbirin e parë, qish fluturojnë në dytë. Për ata tha ngeli Ebu Hanifi, me gojë hapër, që të regoj Abdullah ibn Mubaraki, i cili thot nuk ka hadith të pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut nuk i ka ngrit dur. Të hadith ibn Mesudit, të vene me radhës, që e konsideron Abdullah ibn Mubaraki prej transmetimeve të dobta jo të vërtet. Në nuk është e vërtet, që Abdullah ibn Mesudi ka thonë se pejgamberi Allahut nuk i ka ngrit dorë. Do të flasmi në këtë tematik. Pra dhe të ndërshëm, tash këtë tematik janë shkujtë më shumë se 31 libër. Pa atë thot, Ebu Zekeria Nawawi Shafii, thot nga kjo është nga çështjet, nga meselet e rëndësishme, për shkak se ka nevojë muslimanët për çdo ditë për këtë meselë.